Bismillah. Allahu i lartësuar, kur dën diçka me të dhanë, njëherë të largon ta merr çata që ti e ke për me të pastru edhe me fillu ti prej zerës. Ky rregull quhet rregulli i pastrimit, rregulli i stabilizimit të themeleve, mi rregullu themelet. Në ndërtimtari, inxhinierët kur dojnë me bë diçka, mas pari e prishin ndërtesën e vjetër, nëse ka qenë aty në borllog ose ndërtesë e prishur, pastaj hapin dhejun, pra hyn edhe në tokë, edhe mundohen me gjetë pjesën e tokës e cila është e fortë. Në forma të ndryshme e bëjnë këtë gjë. Ata e dinë më mirë, ata na shpjegojnë më mirë edhe na mundemi me i dëgju. Kur të arrin tek pjesa e tokës që është e fortë, i vendosin themelet, pastaj fillojnë me ndërtimin. Ama rregulli i parë është që mas pari me hek atë vjetrën të keqen, pastaj me vendos këtë tren. Kështu Zoti i lartësuar ndodh që herë të merr ato çka ki, për me ta dhënë diçka më të mirë, edhe me ta pastru dorën, të cilën dën me të marrë me të çu përpara. Se ki dorën ndoshta të pa përgatitur veten, pa përgatitur për çato që do të prit, për çato që ka me ardhë. Prandaj Allahu i lartësuar i ka sprovu pejgambert, i ka çu ka janë në pikën zero. Në pikën zero. Jusufin alayhis salam, sikur mos ta kishte në pikën zero, pra në fund pusit. Kur nuk ish bon Jusufi alayhis salam zaven si mbretit në Egjipt. Pse? Sepse s'kish pas qësh. Me logjikën më thonë edhe sebepet, s'ka qësh. Jusufi alayhis salam do të mbetej një çoban në fisin e tij në Palestinë, çoban. Por ja që ndodhi, edhe çfarë peripeci e tjere, sa vite edhe ti habitesh, domethënë kur i analizon, merr një pozicion Jusufi alayhis salam në pos, edhe logjikisht e pa kuptim çka ka bë djali i vogël, çka ka bë babën pejgamber, veti pa faj, pa sharr, do vllazën zullumçar. Por jo. Zoti dën me prunë atë pikë Jusufin alayhis salam që mja nis prej zerës. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë kush lën diçka për hir të Allahut azza wa jall, Zoti ka me ja kompenzu me diçka më të khairit. Ka herë nëse je në diçka që e shet që s'është në rregull, duhet me lan, duhet mu tërhek, qoftë ajo, domethënë pasuri, qoftë shoqëri, qoftë punë. Ndonjëherë Allahu xhalla shanuhu, pra rregulli i pastrimit nga diçka që s'është meritore, që nëse e ki që ata nuk mundesh me përparu. Kështu që Zoti çet në zero. Ndodh që ta merrni të afërm. Se po ta kesh çet afërm, s'mundesh ti me mrin që aty ku duhet me mri. Ato e çon inshallah në xhenet, edhe ti ec përpara. Përmendet se një njeri ndërtonte en prej lloçe. Qypa, këso gjana. Edhe njerë aty në ato objektin e vetë ku i kishë nërtu, bje një tërmet ose ndodh diqka, një fatkeci, edhe thehen kretë ato, kretë pasunia e bje në zara. Kalan aty një njëre menqër edhe shek të mërzitur, i thotë, mësu mërzit, se ndoshtë Allahu Gjeleshanu është duke të përgadit për diqka më të madhe. A i thotë, qëfar më madhe kërë unë kom metë në zara? Edhe nga nevoja, për me hongër bukë, se për des për bukë, qka bën? Shkon edhe janis më punu me gdhendjen e gurit. Një punë shumë më të vlefshme se sa ajo që, domethënë, më e pagume për atë zaman, se sa kjo para që e bante. Mas disa vite, 5-6 viteve u bë ekspert. Mas 10 vitesh, ndërtoi shtëpia, pallate, u bë pasoniku prej më të mëdhajve me djersën e tij në atë qytet. Edhe ati që tash i ran më tha, 10 vjet me pas shitun e çypat lloçit, unë nuk kisha mujt asnjë dyqan me e bë, kështu i bona pallatet. Pra nuk dihet ku është khejri. E jona është që ka thënë Allahu Gjeleshanu që në momentin që ti bjen zero, mos me humbi jekinin, bindjen të Allahu Gjeleshanu se është të ndodhë një khejrë. Allah është të pastru për diçka. Zoti ka të pastru në kohë. Ta bjen një kohë që ti dhe më thonë nuk mund është mi kalu ditët. Ti nuk të botë, kanë do të pëshan njerëz kanë shku në burg, edhe kanë fillu dhe më thonë, s'ka shku koha. E ka testu në kohë Zoti, ka pastru në kohë. Pastaj që aty në burg është bon hafëz. Ose ka ndalë dhe ka rigjeneru vetën e vetë. E ka pastru në antarët familjes.
E ka pastru në pasuni, ja ka marrë pasunin. E ka pastru përmes një sprove. Ja ka që Zoti. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an, ka përmend që nëse Zoti shen zemrat e juaja bindje, atëherë mos u tutni edhe pse duket që ka ndodhur një fatkeqësi. Sa njerëz kemi ne që kanë hup në bizneset e tyre, në familjet e tyre, tjerë, për shembull Ejubi alayhi salam, këtë familjen, dhe vdekur veç bashortja ka met, këtë pasunin të zhdukur, trupin lëm, katastrofë, por Allah azza e ngriti, se Zoti do me testu me përgatit për diçka. Ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar të çështja e yeqinit e bindjes, një dua që e ka mësuar edhe Ummu Salamën me thonë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka pa që ka vdekur Abu Salama, e gruaja thjesht mërzit shumë, ka thënë thuaj një dua që kur ndodh një fatkeqësi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inda Allah ta'ala kemi kthy, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Allah mësh problemu për fatkeqësinë që më ka godit dhe ma kompenzon me diçka më të herë. Çka ju kry bashorti diç? Por ma kompenzon me diçka. Thot Ummu Salama, nuk e kam ditë vlerën e kësaj duaje, vetëm thjesht e kam bën me çu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe këshillën e tij në vend. Por Allahu xhaleshan mas nikua me bindje thoshte kjo. Ma zaventse bashortin tim me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe martu me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam me diçka më të mirë. Pasha Rabbul Alamin. Wallahi billahi tallahi. Ju betom në Zot. Se kush ka yeqin bindje që Allah është të e pastru, të e qitë në zero për me përgatit me diçka më të fort, edhe hala ma mirë, kush ka këtë bindje, edhe punan, nuk po themi me fjetë, mos më keq kuptani, menet të të sy të qëqan në shtratin tanë. Përgatituni, rrini krijani bindje se Zoti kur nuk të hupë. Keni me pasë si, kjo rënje në zero, është pastrim për atë që ka më ardhë, ma vonë. Zoti ju rujtë.